Përshëndetje, me anë të kësaj video trajnuese, ne po mundohemi të shpjegojmë hapat se si ne mund të ngarkojmë në SMIT planin vjetor dhe të plotësojmë portofolin digital. Së pari shkojmë tek rubrika plani vjetor, pra sa po logohemi në SMIT në adresën tonë si mësues, në krahun tonë të majtë gjejmë rubrikën plani vjetor. Klikojmë në të dhe pasi shkolla të ketë plotësuar kurrikulën dhe gjithë ngarkesën pra mësimore të mësuesve, do të ketë secili nga mësuesit hapësirën e tij ku mund të ngarkojë planin e tij vjetor. Shkojmë më poshtë tek portofoli digital. Portofoli digital ka këto rubrika: kualifikimet, vlerësimi i performancës, aktivitetet të pakredituara, zhvillim profesional dhe aplikim për kategorinë e kualifikimit. Rubrika e parë, kualifikimet, shto kualifikim. Zgjidh vlerësimin, pra bëhet fjalë për shkallat të kualifikimit të mësuesve, pikët që ke marrë nëse është me pikë, lloji i nivelit shkollor, dokumenti i kualifikimit, tek ikona e attach do të ngarkoni pra materialin tuaj, dokumentin tuaj, zgjidh kategorinë, lënda që jepni, do të shkruhet se do të zgjidhet dhe datën e marrjes së kualifikimit. Në fund do të shtypni butonin shto dhe çdo gjë është kryer me sukses. Po të shkojmë te vlerësimi i performancës. Këtu e ka fjalën për vlerësimin që merrni nga drejtuesi i shkollës ose çdo lloj vlerësimi tjetër nga institucione të tjera të jashtme që kanë tagrin pra të vlerësojnë. Zgjidh vlerësimin. Në vlerësimin që japin drejtuesit e shkollës deri tek rubrika shumë mirë, nuk kemi rubrikë shkëlqyeshëm, paktën në shkollën tonë me këtë format veprojmë. Institucioni vlerësues, zyra vendore arsimore, lloji i nivelit shkollor, dokumentet e vlerësimit performancës, kategoria, emri i drejtorit ose vlerësuesit, lënda dhe data e kualifikimit ose vlerësimit. Aktivitetet të pakredituara. Institucioni arsimor, drejtuesi i aktivitetit, zyra vendore arsimore, tema, orët, kreditet dhe data e aktivitetit. Pasi shtypim shto aktivitet, do të na hapet kjo faqe ku na kërkon të plotësojmë institucionin arsimor, pra fushën, llojin e trajnimit, trajnimi drejt për drejt, online apo i kombinuar, duke ju rikujtuar që 70% e krediteve ju duhet i merrni në mënyrë të drejtë për drejtë, vetëm 30% keni të drejtën pra që ti keni online apo të kombinuara. Vërtetim nga institucioni arsimor, të gjitha kreditet që ju i merrni nga Rashi, keni mundësinë që t'i shkarkoni në kohë reale. Zhvillim profesional, hyn gjitha llojet e tjera të trajnimeve të cilat ju i merrni, por kryesisht janë nga agjenci trajnuese dhe kemi të bëjmë pra me kualifikime apo certifikime të kredituara nga ASCAP, QSHA, IALT e tjerë. Shto zhvillim profesional, agjencia trajnuese, kodi, tema, me pagesë,
dështojnë kreditet, zyra vendore arsimore cilës ju i përkisni, dokumenti i vlerësimit performancës, pra certifikata që do të merrni me ata që do të ngarkohet, drejtuesi i aktivitetit, pra trajneri, fusha, dhe këtu ju kujtojmë që 50% të certifikimeve tuaja apo trajnimeve duhet të jenë mbi fushën dhe lëndën që ju mbuloni. Çmimi për pagesë, orët dhe data. Në fund klikoni tek butoni shto dhe gjithçka është kryer me sukses. Pra dhe njëherë folëm për aktivitetet të pakredituara dhe për aktivitete të kredituara që është në nën rubrikën zhvillimi profesional. Dhe fundit aplikim për kategorinë e kualifikimit. Të gjithë mësuesit që vjet qenë pjesë e këtij procesi e kanë tash më shumë të qartë, shto aplikim për kategorinë e kualifikimit. Njësia arsimore vendore të cilës ju i përkisni, zgjidhni lëndën, këtu është shtuar edhe opsionin për arsimin special, shkalla e kualifikimit që doni të mbroni, zgjidhni shkollën ku ju punoni aktualisht, dhe vitet e eksperiencës, pra dhe njëherë të plota deri në dhjetorin e atij viti. Deri në dhjetor, por aplikimi mund të bëhet vitin pasardhës nga janari e më pas. Shto dhe gjithçka ngarkohet me sukses. Ju faleminderit dhe shpresoj që t'ju ketë vletur sa